Njeriu natyrshëm e don jetën e kësaj bote. Ai vrapon në trajtime të ndryshme për të kërkuar një jetë të rehatshme. Lumturia është qëllimi kryesor i çdo njeriu. Njerëzit mundohen, përpiqen që të kenë një jetë cilësore. Ikin vazhdimisht nga çdo gjë që u sill mirim, probleme dhe mundimin jetën e kësaj bote. Tek e fundit, këto janë dëshirat e njeriu. Ai vrapon, angazhohet, përpiqet, po sa ja del është çështje tjetër. Ndërsa në anën tjetër të nderuar vëllezër dhe motra, shohim që gjithë kjo përpjekje njerëzve, gjitha këto angazhime shpeshherë nuk korrelizohen me atë që njeriu kërkon. A thu valla është e mundshme në jetën e kësaj bote njeriu të jetë rahat? A mund të ketë rahati në dunjë? A është e mundshme që njeriu në këtë dunjë të jeton me shpirt të qetë? A është e mundshme njeriu të kënaqet këtu? Apo kjo jetë është e tillë, e mirime, e probleme, me telashe, ka të mundosh, ka të vrapon. Gëzohesh pak, pikëllohesh shumë. Kënaqesh pak, dëshpërohesh shumë. A është ky realiteti? Apo nuk është ky realiteti? Këto janë pyetje që kanë tentuar njerëzit me shejku me dhënë përgjigje. Filozofi të ndryshme, shpjegime të ndryshme, analiza të shumta janë bën këtë drejtim. Por ja që edhe pas shumë shejkove, ende debati është aktiv. Ku është burimi i kësaj përgjigje? Për neve si musliman, padyshim dihet adresa e kësaj përgjigje. Allah është krijuesi i çdo gjëje. Dhe ai është krijuesi i jetës. Ai është i gjithdijshmi, ai është i urti, ai është bujari. Andaj ai e din më së miri përgjigjen këtë pyetje. Ne duhet i kthehemi fjalës së Allahut mënduar, për shikuar se si duhet ta udhëheqim jetën tonë. Jeta kërkon mjeshtri të ndëruar vëllezër dhe motra. Jeta kërkon një lloj aftësie për të gjendur brenda saj, për të orientuar ka duhet. Është një anije në dallgët e detit, që një marinar i zellshëm ja del përkundër përplasjes me dallgët e detit. Është si një aeroplan që një pilot i zellshëm përkundër turbulencave ja del që të ulet në aeroportin e kërkuar. Është e tillë si e ka kriju Allahu i mënduar. Si mund të kuptojmë jetën të ndëruar vëllezër dhe motra? Dhe a mund të shpresojmë për një zgjidhje që ka mundësi të ketë jetë e lumtur edhe jetë mirë? A mos vallë po jetojmë në imagjinata, a mos vallë po jetojmë në ëndra? Edhe kur kënaqemi, mendojmë se jemi të kënaqur. A kënaqemi realisht apo na duket që po kënaqemi? Pyetje të shumta që kanë bën me jetën tonë.